Realizimi i buxhetit të komunës së Gostivarit për kuartalin e parë të vitit 2026 vlerësoi të jetë në përputhje me dinamikën e planifikuar, bazuar në treguesit të hyrave dhe shpenzimeve për periudhën 1 janar deri më 31 mars 2026. Kjo u bë e ditur në seancën e sotme të Këshillit Komunal, ku ndër pikat kryesore të rendit të ditës ishte propozim konkluzioni për miratimin e raportit financiar të tremujorit të parë. Para këshilltarëve, raportin e prezantoi përfaqësuesi i sektorit për financa dhe buxhet Jeton Osmani. Sipas të dhënave të prezantuara, të hyrat rrjedhëse në këtë periudhë arrin 367 milion denar, ndërsa të hyrat kapitale kapin vlerën prej 66.9 milion denar. Në anën tjetër, shpenzimet e kësaj periudhe kapin vlerën prej 365 milion denar, ndërsa shpenzimet kapitale arrin në 60.4 milion denar. Në total, sipas tij, realizimi i përgjithshëm i buxhetit për këtë periudhë arrin në 24%, duke reflektuar një ecuri stabile financiare, tha Osmani. Të hirat rrjedhëse të periudhës nga 1 janar deri 31 mars kapin shumën gjithsej prej 367 milion denar, apo kthyer me përqindje ajo e kap shumën prej 23.5%. Të hirat kapitale pra rokin shumën 66 milion e 900.000 denar apo 16% e të hirave të parashikuara për vitin 2026. Shpenzimet rrjedhëse deri më 31 mars kapin shumën e 365 milion denar apo 24%, edhe shpenzimet kapitale. Sa ju përket detyrimeve, sipas evidencave deri më 31 mars, borxhi i përgjithshëm i komunës arrin në 756 milion denar, por në krahasim me fundin e vitit 2025 është shënuar një ulje prej rreth 20 milion denarësh, njofton Osmani, ndërsa thotë se janë shënuar hapa pozitive dhe në aspekt të shlyerjes së kredive. 1.400.000 denar, 13% e planifikimit për vitin 2026, që në kumulativ rrokë një përqindje prej 24%, pra ndarë në 4 periudha, realizimi ecën sipas dinamikës parapar. Raporti kuartalit të parë u miratua pa debate dhe diskutime me shumicë votash të këshilltarëve, ndërsa autoritetet komunale vlerësojnë se menaxhimi financiar po zhvillohet në linjë me parashikimet për vitin 2026.